Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Largimi i kadastrës nga qyteti i Vlorës, sikurse pritej, është shoqëruar me vështirësi për qytetarët të cilët kërkojnë qoftë edhe shërbimin më elementar, informacionin. Sipas avokatëve, për qytetarët përveç kohëzjatjes së rrugës janë rritur ndjeshëm edhe kostot financiare. Largimi i zyrës kadastrale nga Vlora ka sjellë vështirësi tek qytetarët të cilët kërkojnë të pajisjen me dokumentet e pronësisë. Avokate Elona Mone thotë se me largimin e kadastrës, qytetarët nuk kanë më asnjë sportel se ku të marrin informacion, aplikojnë apo gjejnë zgjidhje për çështjet e pronësisë. Largimi i institucioneve nga qyteti i Vlorës ka sjellë shumë vështirësi dhe problematika, sepse informacioni është një e drejtë themelore për qytetarët në mënyrë të tillë që ata të zgjidhin problematikat e tyre. Dhe kjo e drejtë ju është mohuar që në momentin që janë mbyllur sportelet e kadastrës, në mënyrë të tillë që ata nuk kishin mundësi jo vetëm të merrnin informacion, por as të aplikonin dhe as të zgjidhin një problematikë e cila normalisht kërkonte një studim më të gjerë nga juristi i zonës përkatëse. Me largimin e kadastrës nga Vlora, Mone thotë se qytetarët kanë vetëm një mundësi, që me anën e avokatit ose noterit të aplikojnë dhe kërkojnë informacion nëpërmjet portalit e Albania, i cili shpesh shfaq probleme dhe nuk funksionon. Në momentin që nuk është kadastra, i vetmi akses që një person ka është nëpërmjet noterit ose avokatit të tij, i cili duhet të aplikojë nëpërmjet e-Albanias për të zgjidhur problematikën. Por duhet kemi parasysh që dhe portali e-Albania ka njësër vështirësish dhe shpesh kemi dhe mungesë reagimi nga institucioni përkatës dhe kjo e bën akoma më të vështirë si në kohë, por edhe në zgjidhjen e problemit. Trajtimi i dosjeve të pronave detyron qytetarët të shkojnë drejt Tiranës. Avokatja shpjegon se kjo gjë shton koston ekonomike mbi ta, por dhe sjell më shumë vështirësi. Njësoj dhe me gjykatat, në rastin konkret gjykata e apelit që është vendos në Tiranë dhe një qytetari i duhet që të shpenzojë të gjithë ditën e tij dhe ndonjëherë dhe të mos gjejë zgjidhje. E njëjta gjë edhe për kadastrën, pasi do t'i duhet një kohë më e gjatë për të zgjidhur problemin, por sigurisht ndonjëherë edhe mund të ngelet pa e zgjidhur atë, sepse mundet që punonjësi i cili duhet zgjidhë problemin nuk është në detyrë, problematika mund të ketë vështirësi të tilla që do t'i duhet të shkojë disa herë, etj. Problematika të cilat ne i ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo gjë ka vështirësuar dhe punën e avokatëve. Elona Mone shpjegon se një avokate i duhet të anulojë çdo çështje që ka përgjatë ditës dhe të merret veç me një çështje pronash që ka në kryeqytet. Për sa kohë që qytetari kërkon mbështetjen e avokatit, këto janë cikël njëra pas tjetrës, të cilat ne jemi të detyruar që t'i ndjekim dhe t'i zgjidhim. Jo vetëm një çështje, por disa punë të tjera, sepse dita e një avokati është goxha e ngjeshur dhe nuk merret vetëm me një përfaqësim, por janë njësër praktikash dhe veprimesh administrative apo takimesh me klientët të cilat anullohen totalisht, duke shtuar kësaj dhe koston financiare, lodhjen etj. Mone thotë se largimi i gjykatës së apelit drejt Tiranës dhe më pas i kadastrës ka bërë që shumë avokatë largohen nga Vlora me shtëpi në kryeqytet, por gjithashtu ka ndikuar dhe në rritjen e çmimeve 20% më tepër të shërbimeve që ofrojnë avokatët apo noterët tek qytetarët. Ne kemi sot avokat kolegë të cilët janë zhvendosur në Tiranë dhe kanë hapur zyrat atje. Patjetër ne kemi dhe me udhëzim të ministrit të financave, që ka një kosto të caktuar rreth 20% më tepër për shkak të shpenzimeve si të rrugës, dietat e ushqimit dhe mos ta harrojmë që kanë një kosto më të lartë edhe për shkak se të gjitha punët të cilat nuk kryen dhe nuk mund të merren atë ditë, duke qenë stabël në zyrë, do t'i rrisin kostot kësaj çështje e cila merret jashtë qytetit. Largimi i gjykatës së apelit dhe kadastrës nga Vlora ka bërë që për trajtimin e një çështje pronash të duhen 5 deri në 10 vite. Ende ka dosje të pronave të vitit 2020, të cilat po trajtohen 6 vite me vonesë. Këshilli i Ministrave ka propozuar ndryshime në ligjin për prefektin e qarkut, të cilat synojnë forcimin e rolit të tij si koordinues të prefektit në nivel vendor dhe zgjerimin e kompetencave të tij në fusha të ndryshme. Një nga risitë e projekt ligjit është përfshirja e policisë bashkiake në mekanizmat e koordinimit si dhe krijimi i institucioni të prefektit detar. Këshilli i Ministrave ka propozuar ndryshime për ligjin për prefektin e qarkut, të cilat synojnë forcimin e rolit koordinues të prefektit në nivel vendor dhe zgjerimin e kompetencave të tij në fusha të ndryshme të sigurisë,
mbrojtje civile dhe administrimit të territorit. Një nga risit kryesore të projekt ligjit është përfshirja e policisë bashkiake në mekanizmat e koordinimit me prefektin. Sipas ndryshimeve të propozuara, prefekti do të konsultohet dhe bashkëpunojë me drejtuesit e policisë bashkiake dhe bashkit për çështjet që lidhen me rendin, qetësinë dhe sigurinë në komunitet. Gjithashtu ai do të ketë rol koordinues në veprimtarinë e policisë bashkiake në të gjithë territorin e qarkut. Projekt ligji i jep prefektit edhe një rol më aktiv në strukturat e sigurisë publike. Ai do të marrë pjesë në mbledhjet e këshillave vendor të sigurisë publike, si dhe në Këshillin Kombëtar të Sigurisë në Komunitet, duke paraqitur problematikat e qarkut e duke koordinuar zgjidhjen e tyre me institucionet përgjegjëse. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me mbrojtjen civile. Prefekti do të bashkëndojë veprimet me njësitë e vetëqeverisjes vendore, Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe forcat e armatosura për përballimin e emergjencave dhe situatave të rrezikut. Risja më e madhe e projekt ligjit është krijimi i institucionit të prefektit detar, i cili do të jetë përfaqësues i Këshillit të Ministrave për çështje detare në zonat bregdetare të vendit. Parashikohet emërimi i 2 prefektëve detar me qendrat në Durrës dhe Vlorë, të cilat do të kenë përgjegjësi për koordinimin e institucioneve në fushën e sigurisë detare, mbrojtjes së mjedisit detar, menaxhimit të burimeve detare, transportit detar dhe monitorimit të vijës bregdetare. Sipas projekt ligjit, prefektët detar do të drejtojnë task forca dhe grupe pune për çështje detare, do të monitorojnë zbatimin e politikave qeveritare në zonat bregdetare dhe do të raportojnë periodikisht në Këshillin e Ministrave për problematikat dhe zhvillimet në këtë sektor. Nëse miratohet nga Kuvendit, ligji do të hyjë në fuqi 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare. Plazhet e Orikumit janë kthyer prej kohësh në një destinacion të preferuar për pushues, vendas dhe të huaj, të ardhur me kampera. Aty ku gjen një ndërthurje të plazheve private dhe publike, takon sot edhe turistë të huaj nga Holanda, Polonia dhe Gjermania, të cilët tregojnë se Orikumi ka qenë i njohur në internet, në terren nuk i ka zhgënjur as pak. Megjithëse ka një plazh me shtrirje vetëm disa kilometra, Orikumi është kthyer në destinacionin e preferuar për pushues, vendas dhe të huaj. Në qytetin e vjetër të Vlorës, aty ku gjen një ndërthurje të plazheve private dhe publike, takon sot turistë të huaj nga Holanda, Polonia, Gjermania dhe shtete të tjera të botës. Turistët, si tregojnë dhe vetë, kanë ardhur për pushime me kamper, duke e bërë Vlorën, Orikumin pjesë të udhëtimit të tyre në disa shtete. Ata shprehin se për këtë destinacion kanë mësuar nga interneti, teksa nga ajo çfarë kanë parë në terren nuk kanë mbetur as pak të zhgënjyer. We are from Poland. Ne vim nga Polonia, jemi për herë të parë në Shqipëri. Albania. Aktualisht ndodhemi prej 2 ditësh këtu. Më përpara kemi qenë në liçenin e Shkodrës. Mbrëmjen e kaluam në Orikum dhe realisht na pëlqen shumë, e duam. Na pëlqen shumë që gjendemi pranë detit. E duam shumë natyrën. Besoj se deti është gjëja që na pëlqen më shumë. Zgjodhëm Vlorën, Orikumin, pasi pam reagimet që kishin dhënë persona të tjerë në një aplikacion që ne përdorim për kampera. Ishte një destinacion i vlerësuar shumë mirë. E përshkruanin si një vend paqësor, perfekt për kampera dhe shumë afër detit. Shqipëria faktikisht është fundi i udhëtimit ton. Kemi zhvilluar një tur ballkanik me kampera dhe Shqipëria është ndalesa jone e fundit. Në vazhdim do të qëndrojmë këtu edhe për një javë. Mendoj se nga shtetet që kemi vizituar, të preferuar kemi Shqipërinë, pasi është i vetmi vend deri më tani ku jemi kaq afër detit. Më parë kemi qenë ose në male ose afër liçenit dhe është hera parë që jemi pranë detit dhe kjo është e mrekullueshme. And now we are close to the sea and yeah, it's lovely here. From the Netherlands. Unë vi nga Holanda dhe e vizitoj për herë të parë Shqipërinë. Ky destinacion na pëlqen, është shumë bukur, gjërat na pëlqejnë më tepër këtu, sepse është deti, male dhe njerëzit të cilët janë shumë të sjellshëm. Kemi qenë dhe në Malin e Zi, prandaj erdhëm këtu. Ne çdo vit për pushime shkojmë në Greqi. Këtë herë menduam që të vizitojmë diçka ndryshe. Dëgjuam që në Shqipëri është shumë bukur, me njerëz shumë të sjellshëm dhe erdhëm këtu. Kemi qenë dhe në Kroaci, Sloveni, kemi vizituar në total 6 vende bashkë me Gjermaninë dhe Austrinë. Kroacia dhe Malizi janë vende shumë të bukura, por dhe këtu na pëlqen shumë. Croatian is also very beautiful and Montenegro also, but we like this here very much. Yes. Thanks a lot. Por jo vetëm të huaj, në Orikum pushojnë dhe vendas të cilët vinë nga qytete të ndryshme.
Ata tregojnë se plazhi në Orikum ju pëlqen shumë pasi aty gjen natyrën dhe qetësinë. Këto veçanti që ka sot qyteza e lartë sipas pushuesve i kanë shtyr ata të investojnë dhe të blejnë shtëpinë në Orikum për të pushuar aty disa muaj. Kishte pak erë sot, pak dallë, po tani u qetësua. Orikumi vjen që të mbetet një destinacion turistik apo jo? Po unë kam shtëpi këtu edhe këtu e bëj plazhin zakonisht. Ju jeni Këtu e kaloj në Berati. Ka kthej apo? Jo, jam në Berati. Ka Berat. Vjen dhe kalon Behari në Orikum. Po. Po pse, çfarë të shtyn më tepër apo thjesht fakti që ke shtëpi? Po, kam shtëpinë, qetësia, pastaj bukuria këtu. Deti e gjithmonë. Si s'kam pas shumë, në fakt. Tu në Orikum. Pisem shumë ka turistë sa banor të vendës, në fakt. Po pritshmëritë janë Ata që në pak vazhdim që, të ketë, po, apo jo? po, patjetër. Çfarë i pëlqen këtij destinacioni Orikum? Çfarë të tërheq? Qetësia është, edhe ambienti është shumë mirë. Është rregulluar diçka se para 4-5 vjetësh nuk ka qenë kështu, por dita ditës po vjen duke rregulluar qyteti brenda. Shpresojmë që ky Begdeti të rregullohet Je i kënaqur me investimin që ke bërë në Orikum me blerjen e një shtëpie? shumë. Do Shumë i të rish kënaqur. jashtë kësaj vere? Turi po thuaj se më shumë këtu se më Berat. Me shumë këtu se në Berat. Po. Ke një mesazh për gjithë ata turistë që duhet ta zgjedhin në Orikumin? Për qetësi dhe bukurinë që ka. Orikumi me plazhin e Virgjër, si dhe natyrën e pastër dhe qetësinë që të ofron, është të kthyer në vendin e preferuar kryesisht për familjar dhe pushues të huaj që vinë me kampera për shkak të mundësisë për të pushuar aty në disa hapësira falas, aty ku gjejnë dhe qetësinë dhe klimën e mirë. Policia kufitare ka blokuar 8 mjete ujore në Ksamil për verifikim në kuadër kjo të kontrolleve të shtuara pas ngjarjes së rëndë së një dite më parë. Sipas burimeve dyshohet se këto mjete ujore kanë fuqi motorike më të madhe se norma e lejuar. Në rast se do të konstatohen shkelje, do të merren masa ndaj poseduesve të këtyre mjeteve. Policia kufitare ka blokuar 8 mjete ujore në Ksamil për verifikim në kuadër të kontrolleve të shtuara pas ngjarjes së rëndë të ndodhur një ditë më parë. Sipas burimeve dyshohet se këto mjete ujore kanë fuqi motorike më të madhe se norma e lejuar. Për këtë arsye, secili prej tyre do t'i duhet të nënshtrohet verifikimeve teknike dhe ligjore nga policia kufitare. Në rast se do të konstatojnë shkelje, pritet të merren masa ndaj poseduesve të mjeteve. Aksioni vjen pas aksidentit tragjik në ujërat e Ksamilit, ku një 22 vjeçar u përplas me mjetin e policisë kufitare dhe humbi jetën në vend. Ndërkohë mjeti ujor me të cilën udhëtonte i riu është nxjerr nga uji, e pritet të nënshtrohet ekspertizës për të sqaruar dinamikën e plotë të ngjarjes. Verifikimet do të përcaktojnë nëse mjetet e bllokuara plotësojnë kriteret teknike dhe ligjore për qarkullimin në det, si dhe nëse janë respektuar rregullat e sigurisë vetare. Policia kufitare pritet të vijojë kontrollet në zonat bregdetare, veçanërisht gjatë sezonit turistik, ku dhe përdorimi i mjeteve ujore është më i lartë dhe kërkon mbikëqyrje më të rrept. Policia e shtetit njofton se gjatë sezonit veror, me synim rritjen e sigurisë rrugore dhe lehtësimin e trafikut në akset me fluks të lartë lëvizjeje, do të zbatohen kufizime për qarkullimin e mjeteve të rënda nga 19 qershori në 15 shtator gjatë fundjavave dhe festave zyrtare. Pas bashkive të qyteteve turistike, mes të cilave edhe Vlora, të cilat dolën me një plan masash për mbarvajtjen e sezonit turistik, kryesisht për mjetet e tonazhit të rënd, tashmë edhe policia e shtetit ka hartuar një plan të tillë. Ky plan masash do të shtrihet në periudhën nga data 15 qershor deri në datën 15 shtator dhe kufizon lëvizjen e mjeteve tonazheve të rënda, kryesisht në ato që janë mbi 7.5 ton. Ditën e premte, lëvizja do kufizohet duke nisur prej orës 15 deri në orën 24, ndërsa ditën e shtunë dhe të diel kjo lëvizje do të kufizohet prej orës 7 deri në orën 24. Por lëvizja nuk do të kufizohet vetëm brenda qyteteve, por edhe në rrugët interurbane apo dhe autostradat e vendit. Për këtë qëllim, policia e shtetit pritet të shtojë edhe numrin e patrullimeve në të gjitha segmentet rrugore. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash për sezonin turistik veror, duke përfshirë edhe zonat me fluks të lartë vizitorësh, mes tyre edhe Vlorën. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë sezonit veror, i cili shtrihet nga 15 qershori deri në 15 shtator, do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda në akset kryesore rrugore.
Kufizimet do të zbatohen për mjetet e transportit të mallrave me masë totale maksimale të autorizuar mbi 7.5 ton, si dhe për kategoritë të tjera të përcaktuara në udhëzim. Masa do të aplikohen në autostrada, rrugë interurbane dhe urbane, kryesisht në segmentet që përshkojnë zona turistike dhe bregdetare, ku gjatë sezonit veror regjistrojnë flukse të larta qarkullimi. Sipas Policisë së Shtetit, kufizimet do të jenë në fuqi nga 19 qershori deri në 15 shtator dhe do të zbatohen sipas orareve. Të premten nga ora 15 deri në orën 24, të shtunën nga ora 7 deri në orën 24, të dielën nga ora 7 deri në orën 24. Ndërsa për festat zyrtare kufizimet do të nisin nga ora 15 e ditës pararendse deri në orën 22 dhe do të vijojnë nga ora 7 deri në orën 24 të ditës së festës. Policia e Shtetit thekson se këto masa synojnë lehtësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik. Një aksident rrugor është regjistruar pas ditën e së martës në autostradën Vlorë-Fier pranë kalimit të Panajas, ku një automjet tip Audi është përplasur me një motor. Si pasojë, drejtuesi i motorit ka mbetur i lënduar lehtë dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një aksident rrugor u regjistrua pas ditën e të martës në autostradën Vlorë-Fier pranë kalimit të Panajas, ku një automjet tip Audi Q5 u përplas me një motor. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motorit mbeti i lënduar lehtë dhe u transportua në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht, sipas të dhënave paraprake, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas informacioneve të para nga vendngjarja, aksidenti dyshohet të ketë ndodhur si pasojë e një gabimi në manovrim. Mësohet po ashtu se ndërsa disa motorë të tjerë morën daljen pranë nën kalimit të Panajas, drejtuesi i motorit të përfshirë në aksident ishte futur në autostradë. E në ato momente automjeti Audi Q5 që po lëvizte në ritmin ka qarkullimi arriti të shmang përplasjen duke goditur motorin nga pas. Përplasja shkaktoi dëme në të dy mjetet, ndërsa kalimtari dhe drejtues të tjerë mjetesh njoftuan menjëherë shërbimet e emergjencës. Në vendngjarje mboritën forcat e policisë rrugore, të cilat kryen veprimet e para procedurale dhe administruan provat për të dokumentuar aksidentin. Për një periudhë të shkurtër, qarkullimi në zonë u ngadalsuar për shkak të pranisë së mjeteve të përfshira në aksident dhe veprimeve të policisë, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar me saktësi shkaqet e përgjegjësitë e kësaj ngjarjeje. Mbrëmjet e kësaj vere në Sarandë shoqërohen nga një event i veçantë në nderim të kampionëve të notit në dekada. Përgjatë shëtitores janë vendosur stenda me foto e trofe kampionësh që në këtë sport që ishte aq masiv dhe aq rezultativ në Sarandë, ndërsa në ekrane notarët e rekordeve të mëdha tregojnë histori suksesi. Një event krejt i veçantë vijon të shoqërojë mbrëmjet verore të Sarandës këtë qershor, ku i gjithë nderimi që vjen nga memoria kolektive për ata që u bën kampion të notit në dekadat e shkuara, i ofrohet çdo banori dhe turisti si një vlerë identifikuese e këtij qyteti. Pranë stendave me foto dhe trofe kampionësh në këtë sport që ishte aq masiv dhe aq rezultativ në Sarandë, para ekraneve ku shfaqen në flasin notarët e rekordeve të mëdha, ndalen qindra hapa për nostalgjin, si dhe për të takuar histori sportive në Sarandën që ka bërë impresionet nga ky takim nostalgjik me historinë e shkruar në sportin e notit prej vitit 1936 deri më sot, ku janë përfshirë njerëz të gjitha moshave. Eventet të tilla janë shumë të nevojshme për qytetin tonë, tregojnë historinë e notit të sportit, se si ka ndikuar në qytetarët e këtij qyteti të bukur dhe për kulturën dhe për çdo gjë që mban notin vetvete. Siç treguan edhe notarët vet, ka me breza që noti është i lidhur me rrënjët e këtij qyteti, çdo djalë dhe gocë e këtij qyteti është marrë me sportin e notit, ka konkuruar dhe ka dalë me faqe të ndritur në Tiranë, në qytete të ndryshme, po edhe jashtë vendit. Saranda, qyteti i kampionëve të notit, sepse kampionatet e notit në qytetin e Sarandës janë zhvilluar që prej vitit 1936. Klubi i sportit të notit Butrintit të qytetit Sarandës ka shkëlqyer me emra të mëdhenj. Saranditët kanë triumfuar në garat e notit, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Meritonte Saranda që të kishte një event të tillë siç është noti. Evenimenti ishte një event shumë i nevojshëm për Sarandën, shumë i bukur, tregon historinë e notit ka qytet dhe ata notarë që ende janë gjallë dhe mbajnë frymën gjallë për notin.
jemi në atmosferën e festimeve të ditëve të turizmit në qytetin tonë të bukur të Sarandës. Është një veprimtari që bëhet tradit tani çdo vit në pranë kompleksit muzeal, galeri, muzeu traditës, muzeu arkeologjik, edhe këto format krahas muzikës për rinin, për të gjitha brezat, edhe një ekspozit memoriale me një tematik që ka qenë si vjetë dedikuar sportit të notit në qytetin tonë. Me mjeshtëri, i gjithë arkivi profesor Gjorgji Vasilit është frizuar nga studiuesja Enola, që është bërë gjithë ky projekt në formë grafike, me fotografi, me film, pra të gjithë ata ish notarët që janë në jetë tani dhe të tjerët me familjarët e tyre u gëzuan pranë këtij eventi kaq të bukur të bashkuar në këtë atmosferë. Eventi i titulluar Saranda, qyteti i notarëve kampion, është një ekranizim i botimit të Mozaik Noti në Sarandë, me autor gazetarin sportiv Gjorgji Vasili. Vetë ai e vlerëson eventin si një rikthim në vitet e bukura ku shkallët e xhades së notit mbusheshin me qytetarë të gjitha moshave për të ndjekur garat e kampionateve kombëtare. Saranda zbriste e gjitha, zbriste për 4 ditë rresht kur bësh një kampionat kombëtar i notit, të gjitha moshat vinin atje. Dhe kjo është ngjallet një nostalgji. Prej kësaj, Ciceroni, veterani i jetës sportive të Sarandës, thotë se vlera më e madhe e eventit në shëtitore nuk është kthimi i kujtesës kolektive, por sidomos që të bëjë ata që drejtojnë t'i flasin zemrës dhe ta bëjnë me pishin noti, Sarandën e notit. Unë mendoj se vlera e këtij evenimenti është fakti që ata që e kanë për detyrë t'i thrasin pak zemrës atje, që shiko, kam ardhur dhe drejtoj një qytet. Jemi ne që jemi qytetarët e parë të Sarandës. Nuk kemi një pishin, pa pishin nuk bëhet më. Fakti është, bëjmë trotuare për të 3-ën herë, për të 4-ën herë, për të 5-ën herë, të gjithë kryebashkiakët, që nga i pari deri tani sa janë bërë 7-8, e kupton? Dhe fakti është që një pishin nuk ja dhanë Sarandës. Nuk kemi një ekip të kompletuar që të marri pjesë dhe insisht. Arrim puna tash Saranda të marri ndonjë notar që vjen nga jashtë që të përfaqësoj juve dhe merr etiketën KS Butrinti edhe përfaqëson. Ky organizim që u bë këtë radhë është një thirrje që Saranda t'i kthehet sportit të notit. Enola Beko, që ka punuar për realizimin e eventit, është vetë një vajzë Sarandaj që vit pas viti sjell në mbrëmjet verore të Sarandës pasuri identitare të Sarandës në 10 vjeçarët e kaluar, si peshkimin dhe njerëzit e detit, marinarët që i shtuan kolorit këtij qyteti, e këtë verë fokusi ishte te kampionët që Saranda i dha notit shqiptar. Të nderuar shikues, kjo është edhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirë takofshim.